çfarë ka ndodhur, ju... As dhun, as gjë, na erdhën 400 polica, sigur ishim ndonjë bandë kriminale ne, që po protestojmë në paqe, s'kemi as mjet dhune këtu, prandaj unë nuk di çfarë të them. Këta i përdorin këta protestues si kafsh. Unë jetoj 30 vjet në Itali, nuk kam parë një dhunë të tillë të protestosh në paqe. Nuk ekziston dhuna të protestosh në paqe. Këta janë kafsh, i kanë kthyer në kafsh. Prandaj ky zotria këtu duhet të shpore sa më përpara, sepse është një diktaturë e vërtet. Nuk ka të drejtë askush të protestojë në paqe për të drejtat e tyre. Kam ardhur nga Italia sepse kam babain tim që nuk e operoj dot se s'ka doktor në spitalin e Korçës. Kjo është shëndetësia falas e këtij zotris. E kam në shtëpi babain tim duke i bërë fizioterapi se s'ka fizioterapist. Kjo është realiteti. Isha dje në Devoll, nuk ka pediatër në spitalin e Devollit. Njerëzit që nga Devolli i çojnë në Korçë për një pediatër. Ky është realiteti, zotri. Flini gjumë o popull, nuk kam çfarë të them më. Kjo është një padrejti që po i bëhet këtij populli. O ngriuni sot ose rini edhe pranoni gjithë këto padrejti.